Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Uji me limon trajton këto 5 probleme, por vetëm nëse e konsumoni në këtë orar. Ju ndoshta keni dëgjuar se uji me limon, nëse pjetë me stomakun bosh, mund të përshpejtojë metabolizmin dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Përveç kësaj, limoni ndihmon alkalizimin e trupit dhe rivendosjen e ekuilibrave të pH-it në të. Por çfarë ndodh me trupin tuaj nëse pini çdo ditë ujë me limon? Sipas ekspertëve, ju do të rivendosni gjithashtu edhe balancet e pH-it në trup. Gjithashtu, duke konsumuar ujë me limon çdo ditë, sipas dietologes Jordan Powers, ju do t'i sillni trupit tuaj këto veti. Siç tregon ajo, uji me limon mund të ndihmojë shumë në shëndet, por edhe në bukuri. Kështu ajo kryeu një eksperiment 30 ditor me të cilën pinte vazhdimisht ujë me limon çdo ditë. Dhe rezultatet i publikoi në It's Not That. Nutricionistja tregoi se pinte 8 deri në 12 gota ujë me limon në ditë duke shtuar 30 ml lëng limoni në secilën si dhe tulin dhe lëvozhgat e prera. Pas një muaji, ajo vuri re se flokët, thonjtë dhe lëkura e saj u forcuan, si dhe ishin më të shëndetshme. Përveç kësaj, përdorimi i përditshëm i kësaj pije ndikoi edhe në lëkurën e saj, gjendja e saj u përmirësuar në mënyrë të mirë. Qera u bë më e dukshme, më e lëmuar. Skuqet e lëkurës u zhdukën në një periudhë para menstruacioneve, kur hormonet ndikojnë gjithashtu në krijimin e akneve. Gjithashtu gjatë gjithë muajit, presioni i gjakut ka qenë brenda kufive normal dhe ngërçet e natës së muskujve u zhdukën kryesisht. Në një anë pozitive të pirjes ujit me limon ishte edhe ajo se mësoi se si të kontrollonte oreksin dhe simptomat të tjera të cilat lidheshin edhe me konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Uji me limon. Mënyra se si e nisni ditën ka ndikime pozitive ose negative në mënyrën se si ajo do të vazhdojë gjatë gjithë ditës. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde të cilat zgjohen vazhdimisht të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largoni toksinat dhe të ripërtërini qelizat. Për të bërë këtë gjë, duhet të shtoni edhe një gotë me ujë me limon çdo ditë në dietën tuaj. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse do të ndihmojë gjithashtu edhe në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet. Për gjatë pjesës tjetër të ditës mund të konsumoni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencës suaj. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë për gjatë gjithë ditës së tyre, dhe shtimi i limonit në ujë do të thotë gjithashtu më shumë marrje të vitaminës C, të hekurit dhe përbërësve të tjerë siç janë kaliumi, fibra dhe pektin. Për të mos harruar janë edhe përbërësit antibakterial të cilët ndihmojnë në mbajtjen të shëndetshme të organizmit dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon si një zëvendësues të kafes. Ndaj, nëse po përpiqeni që të largoni gjithashtu edhe kafen nga dieta juaj dhe të mos merrni më kafeinën në shëndet, atëherë uji me limon mund të jetë një aleat juaj më i mirë për t'ju ndikuar pozitivisht edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sipas ekspertëve, këto janë arsyet kryesore dhe përfitimet që do të marrë trupi juaj nga konsumi i ujit me limon çdo ditë në dietën tuaj. Uji me limon do të reduktojë riskun për infarkt në zemër sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plakes duke përfshirë këtu edhe eliminimin e rrudhave. Vepron si një detoksifikues dhe sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë të kryejë edhe funksionet e përmirësimit të mëlçisë. Përmirëson humorin dhe ekuilibron gjithashtu edhe nivelin e problemeve tuaja të emocioneve. Balancon nivelin e pH-it në trup. Përmirëson edhe shenjat e inflamacionit dhe vepron gjithashtu si një reduktues i problemeve të imunitetit. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do të sjellë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt. Ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, lehtëson gjithashtu edhe kapsllëkun, shton oreksin, kontribon në shtimin e peshës në rast se jeni nën peshë. Përmirëson aromën e fytyrës suaj. Gjithashtu, qetëson dhe rregullon aparatin respirator. Qetëson dhe rregullon problemet e traktit urinar.
parandalon dehidratimin dhe lodhjen e veshkave, rregullon metabolizmin, parandalon lodhjen e trurit në punë ose në shkollë, forcon sistemin imunitar, redukton prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit, pastron organet e brendshme dhe ndihmon gjithashtu në funksionet më të mira optimale të trupit tuaj. Nxit funksionet e aparatit tretës dhe mund të kthehet kështu në një aleat të mirë për shëndetin e përgjithshëm. Shpesh, vazhdimisht njerëzit e përdorin ujin me limon si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese, por duke shtuar atë në dietën tuaj ju do të përfitoni një hidratim më të mirë të trupit tuaj. Uji është shtëpia më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e përdorin atë si duhet dhe pëlqejnë gjithashtu edhe produkte të ndryshme. Shtimi i limonit në ujin tuaj të mëngjesit ndihmon shumë që të pini ujë gjatë ditës. Gjithashtu, uji me limon do të pasurojë dietën tuaj me vitaminën C. Vitamina C është një nga vitaminat më të rëndësishme të trupit tuaj dhe marrja e saj në mënyrë të rregullt në shëndet mund të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme edhe në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Ekspertët e cilësojnë marrjen e kësaj vitamine si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për dietën tuaj. Duke shtuar limon në ujin tuaj të mëngjesit, do ta keni më të lehtë që të merrni nivelin më të mirë të vitaminës C në dietën tuaj. Ekspertët e cilësojnë limonin si një nga hidratuesit më të mirë të trupit. Shumë njerëz janë tifozë të mëdhenj të limonit të cilën e përdorin atë edhe në shumë gatime të ndryshme. Jo rrallë kemi raportuar se çfarë ndodh nëse pini ujë me limon çdo ditë të vitit dhe rezultatet do të jenë befasuese. Për t'ju bindur më shumë që të filloni ditën tuaj me ujë me limon, ne kemi gjetur një listë të përfitimeve që ndodhin nga konsumi i kësaj pije sipas ekspertëve të Healthline. Ajo mund të ofrojë përmirësime të mira edhe në shëndetin e aparatit tuaj tretës. Shpesh thuhet se një sistem i shëndetshëm i tretjes është çelësi i të gjithë shëndetit të mirë. Limoni është një burim i rëndësishëm i fibrave të cilat janë të nevojshme për shëndetin tuaj tretës dhe mund t'japin gjithashtu rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Nëse doni që të merrni më shumë përfitime për organizmin tuaj dhe të përmirësoni gjithashtu edhe sistemin tretës, atëherë nisja e ditës me këtë produkt mund të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë për trupin tuaj. Uji me limon do të rihidratojë edhe shëndetin tuaj. Shpesh para se të dilni tek pijet energjike, uji me limon është një mënyrë shumë e mirë për t'i zhvendësuar ato. Nëse doni që të keni një imunitet më të fortë dhe të mos konsumoni edhe produkte të cilat një ditë do të ndikojnë negativisht në trupin tuaj, atëherë mund t'i zhvendësoni ato me ujin me limon, e cila është një mundësi e shkëlqyer për të rritur gjithashtu edhe vigjilencën e trupit tuaj. Uji me limon do t'i japë gjithashtu vitamina dhe minerale të duhura të cilat vijnë nga limoni edhe për shëndetin e syve. Limonët janë të paketuar me shumë vitaminën C dhe me antioksidant, të cilët punojnë së bashku për të formuar një efekt mbrojtës kundër problemeve tuaja të kataraktës dhe degenerimit tuaj makular dhe për sytë e shëndetshëm. Andaj, përfshirja e këtij produkti në dietën tuaj do t'jap rezultate të shkëlqyera edhe për shëndetin e syve. Limoni është shumë i mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Të kesh një mëlçi të shëndetshme është gjëja më e mirë që mund të bësh për shëndetin tuaj të përgjithshëm, dhe pirja e ujit me limon ndihmon në funksionet e duhura të mëlçisë. Uji me limon mund të nxjerrë jashtë helmet nga trupi duke përmirësuar funksionin e enzimave të mëlçisë dhe t'i jap kështu rezultatet e shumë pritura për mbrojtjen e organizmit në rast të këtyre shqetësimeve të gjithanshme. Nëse doni të keni një mëlçi që të funksionojë më mirë, atëherë përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të jetë çelësi më i mirë që mund të keni. Uji me limon është një zgjidhje produktive edhe për organizmin tuaj. Sipas ekspertëve, përfitimet që merrni nga uji me limon në dietën tuaj do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet më produktive për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.